Ja se çfarë i ndodh kockave, diabetit dhe zemrës nëse konsumoni speca djegës gjatë dimrit. Zemra është një nga organet më të rëndësishme të trupit të njeriut. Mos aktiviteti fizik, zakonet e këqija si ushqime të ndryshme, alkooli dhe pirja e duhanit e dëmtojnë shumë këto organ. Prandaj duket se nuk është gjithmonë e lehtë të kujdesesh për të. Megjithatë, si në shumicën e rasteve kur bëhet fjala për shëndetin, disa zakone të vogla mund të bëjnë ndryshimin e madh. Një studim shkencor italian i botuar në Journal of American College of Cardiology shqyrtoi efektet e specave djegës në rrezikun e humbjes së jetës për shkak të një ataku në zemër. Ky studim përfshiu 22.800 subjekte duke përfshirë burra dhe gra. U analizuan të dhënat për gjendjen e tyre shëndetësore në periudhat ndërmjet viteve 2005 dhe 2015. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Pas kësaj, u ekzaminuan zakonet e tyre të ngrënit sipas të cilave autorët e studimit arritën në një përfundim interesant. Ata zbuluan se njerëzit që konsumuan speca djegës të paktën 4 herë në javë kishin 40% më pak rrezik për humbjen e jetës nga një atak në zemër se sa njerëzit që nuk e konsumonin. Përveç kësaj, u treguar se njerëzit që konsumonin rregullisht këtë ushqim kishin 60% rrezik më të ulët humbjes së jetës nga goditja në tru, krahasuar me njerëzit që nuk e konsumonin rregullisht. Nuk dihet ende saktësisht përse speca djegës kanë një efekt pozitiv për shëndetin e zemrës, por disa ekspertë besojnë se përbërësi që u jep specave nxehtësinë e tyre është kapsaicina, e cila mund të jetë gjithashtu përgjegjësi për këto përfitime kryesore që do të merrni nga konsumi i specave të kuq djegës. Te specat djegës gjenden sasi të mëdha të kapsaicinës, përbërësi kryesor i aktivitetit farmakologjik. Flavonoide, vajra esenciale, karotenoide, celulozë, kalcium, kalium dhe hekur. Përmbajtja e lartë e vitaminës C gjithashtu është më e madhja se të gjithë frutat ose perimet të tjera, ndër të tjera do të japë rezultate fantastike për organizmin tuaj dhe mbajtje larg të komplikacioneve të tij. Jo më kot, studiuesit e cilësojnë atë edhe ari i kuq i tavolinës. Shumë njerëz pohojnë se nuk mund ta hanë speca djegës për shkak se ndjejnë djegje në stomak, por kjo nuk është e vërtetë. Madje në shumë kultura është të përhapur tradita popullore e çajit dhe ushqyerjes me speca të kuq djegës. Një lugë me speca të kuq djegës gjithashtu mund të jetë edhe një zgjidhje shumë e mirë për shije negativeve tuaja. Ndaj përfshirja e tyre në dietën e rregullt sigurisht që do të jetë një aleat i çmuar në mbrojtjen e organizmit. Po ashtu shumë njerëz kanë frikë nga ushqimet pikante edhe për shkak të pasojave të hemoroideve. Në të vërtetë, që prej viteve 1857, Akademia Mjekësore Franceze e ligjëronte zyrtarisht vlefshmërinë e specit të kuq djegës kundër problemit të hemoroideve. Por ajo që duhet theksuar është se duhet të përdoret në sasi të vogël dhe gjithmonë në sasi të moderuar. Nuk këshillohet të përdoret nga të vegjëlit, sidomos ata të cilët nuk e kanë mbushur ende moshën 13 vjeçare. Po ashtu nuk duhet të abuzohet edhe nga ata të cilët vuajnë nga aciditeti i lartë në stomak, problemet e kisteve dhe gjithashtu edhe problemet e hemoroideve. Speci i kuq djegës tani mund të cilësohet si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese për organizmin tuaj. Speci i kuq djegës është krejtësisht i këshillueshëm në parandalimin e infarkteve dhe sëmundjeve të tjera kardiovaskulare. Është parë se përdorimi i vazhdueshëm i specave të kuq djegës ndihmon zemrën, ndihmon punën e arterieve. Farat e speci djegës përmbajnë gjithashtu edhe elementë acid, të cilët mund të japin rezultate të mira kundër problemeve të kolesterolit të tepërt dhe të triglicerideve. Kapsaicin vepron edhe te metabolizimi i yndyrnave duke përshpejtuar dhe penguar akumulimin e tyre. Një studim i fundit nga Chinese University i Hong Kongut e konfirmon plotësisht këtë. Kërkuesit ushqyen kavjet me një dietë të pasur me ushqime të yndyrshme. Grupi që përveç ushqimeve kishte konsumuar speca të kuq djegës kishte nivele më të ulta të kolesterolit të keq në gjak. U vërtetua se kapsaicina ka efekte pozitive edhe te personat e prekur nga diabeti, sepse përmirëson aktivitetin e insulinës.
Për të pasur efekte mbrojtëse në nivelet kardiovaskulare është e nevojshme të konsumohen sasi të mëdha, por ta teproni me të në mënyrë të vazhdueshme nuk është e këshillueshme. Studimi i viteve të fundit të vetiva anti-inflamatore të specave të kuqdjegës kanë nisur kohë më parë, por ekspertët citojnë se specat e kuqdjegës mund t'i jepet edhe personave të cilët vuajnë nga problemet inflamatore, sidomos pasi ato përmbajnë edhe acid citrik, jod, vitamina të grupit B, hekur, vitaminën A, vitaminën E dhe vitaminën C. Dieta bazohet në teorinë që këto element duhet të riekuilibrojnë metabolizmin dhe janë në gjendje të parandalojnë komplikacionet. Kohët e fundit, kërkuesit e Cedar Science Medicine Center në Los Angeles në SBA kanë studiuar efektin e kapsaicinës në laborator dhe kanë mundur të tregojnë se ky princip aktiv ndihmon në parandalimin e shumë radikaleve të lira, sidomos atyre të prostatës, mushkrive dhe zorrës së trashë. Speci i kuqdjegës përdoret normalisht në Kinë dhe kundër problemeve të depresionit. Edhe në Indi thuhet se speci i kuqdjegës stimulon shpirtin dhe pastron gjakun. E në të vërtetë është se ka ndikime pozitive të humori, kështu edhe të depresioni. Me specin e kuqdjegës mundeni edhe të përmirësoni peshën tuaj trupore. Për këtë janë të bindur profesor Henry dhe Emery, për revistën shkencore Human Nutrition, kanë publikuar një studi me titullin Efektet e ushqimeve pikante mbi metabolizmin. Në një përfundim të tillë ka arritur edhe një grup i kërkuesve në Universitetin e Tasmanisë. Ekspertët e cilësojnë në konsumin e specit djegës si një zgjidhje mjaft të mirë për ushqimin e shëndetshëm, por duke u konsumuar brenda normës do t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe mbi të gjitha do të ndihmojë organizmin tuaj t'i bëjë ballë më lehtë komplikacioneve. Specat e kuqdjegës përdoren në mjekësinë tradicionale moderne në rend të parë për zbutjen e dhimbjeve të personave që vuajnë nga artriti dhe diabeti. Speci i kuqdjegës është i pasur me vitaminën C, e cila mbron kundër infeksioneve. Gjithashtu te specat e kuqdjegës gjenden sasi të mirë të vitaminës E, të cilat i atribuohen edhe vetiva afrodiziake që bëjnë edhe përmirësimin e funksioneve tuaja. Por përtej shijes pikante, speci dhe ka një sër funksionesh terapeutike, të cilat jo të gjithë i njohin. Mbron shëndetin tuaj të zemrës. Speci i kuqdjegës do të mbrojë nga sëmundjet kardiovaskulare, zvogëlon rrezikun e sulme në zemër dhe goditjeve në tru dhe redukton ndikimet negative të kolesterolit të keq. Ul presionin e gjakut. Është të provuar shkencërisht se speci i kuqdjegës ul presionin e gjakut dhe relakson enët e gjakut. Parandalon gjithashtu kundër problemit të radikaleve të lira. Studimet kanë treguar se kapsaicin të specat e kuqdjegës do të largojnë qelizat të dëmshme. Kjo perime me erza gjithashtu ndihmon në luftimin e ftohjes dhe ndalon trashjen. Ka veti të mira anti-inflamatore. Specat kanë veti anti-inflamatore, madje rekomandohen edhe në rastin e kollës. Ajo lehtëson dhimbjet reumatizmale. Për këtë mjafton zbutja e tij për një farë kohe në një sasi dhe aplikimi në zonën ku keni komplikacione. Speci i kuqdjegës ndihmon gjithashtu edhe në humbjen e peshës. Përveç kësaj, ushqimet me erza çon në reduktimin e peshës trupore. Shija pikante specave detyrohet kapsaicinës, e cila gjithashtu favorizon tretjen, ndihmon trupin të djegë më shumë kalori. Çliron nga zemërimi. Ushqimet pikante stimulojnë prodhimin e serotoninës, një hormon që i bën njerëzit të ndihen më mirë. Prandaj është e dobishme në luftimin e depresionit. Speci nuk këshillohet të konsumohet nga ata që vuajnë nga patologjisë si ulçrat, problemet të cisteve, hepatitet, hemoroide dhe problemet të gastroenteritit. Gjithashtu, të vegjël nën 13 vjeç nuk duhet ta konsumojnë në speci. Konsumi duhet të jetë gjithmonë i kufizuar, pasi aparati i tretës mund të jetë delikat në disa raste. Gjithashtu, për të shmangur shqetësime në sasi të kufizuara duhet të përdoret edhe nga gratë të cilat ushqejnë fëmijën me gji ose janë shtatzana. Përdorimi i tij duhet të bëhet gjithmonë me kujdes për të evituar komplikacione dhe nëse merrni medikamente, konsultohuni me mjekun tuaj nëse do ta përdorni si një rast trajtimi. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose edhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.